qeveres, boja shtyp me guret, I urti plake rrugë tone për flamuret, me kratit jato, po I rim matërimi, me dy kovure, isa boletini. Si valte ditit, shqipja po valvitet, në si kariqa, oje do karbinore, gjama uniso, no borret mretnore, pasit... Mozgamona gëllërët që shlejt nësani. Albin, më në shjanis, në vazhdo. Mirëmbrëma të nderuar bashkëdhetar kudo që ndodheni. Nga studia televizorit Një Dritare, ju përshëndes përzemërsisht dhe ju uroj shikim të këndshëm. Sonte emisionin po e nis me një kolos të letërsisë shqiptare që kemi përjet vjetorin e tij, ditëlindjen e tij sonte, që është Gjergj Fishta. Vargjit e tij s'u shuan kurrë. Ato janë urdhë rrëfyese dhe sot. Gjergj Fishta I dha fjalës magji dha dheut shpirt. Pikërisht nga vendi ku ka lindur Gjergj Fishta është dhe I ftuari ynë I natës së sotme. Kush mund të jetë tjetër përveç se studiusi, pedagogu, etnografi, poet dhe shkrimtar Tom Gjokhilaj. Mirëmbrëma I nderuar profesor, kënaqësi që të kemi sonte në këtë orë në televizionin Një Dritare. Mirëmbrëma, kënaqësi është e imja, është dhe privilegj të jem në intervistë me ju në televizionin Një Dritare. Mirë se erdhe. Mirë se vëqeta. Por kush është si për herë, në fillim të emisionit ne bëjmë një biografi të shkurt të autorit që kemi të ftuar. Tonte, një biografia juaj është shumë e gjatë, por unë e kam shkurtuar dhe do themi aq sa kemi mundësi të themi në këtë orë televizive. Të ishte mirë bile të ishte shkurt fare. Tom Gjokhilaj, studiues, pedagog, etnograf, poet dhe shkrimtar. Ka lindur në Kodhel të rrethit të Lezhës me 1 janar 1950. Nga dy prindër të mrekullueshëm dhe me shumë përkushtim, siç ishin Gjini dhe Franga, të cilin gëzonin respektin dhe mirënjohjen e të gjithë atyre që I njohen. Familja e tij ishte një familje e madhe dhe me mjaft tradita të shquara patriotike dhe shoqërore. Në shtëpinë e tij, në netët e dimrit, mblidheshin burrat dhe djemt dhe ku vendonin. Shumë herë ato luanin lojrat popullore të zonës së Lezhës dhe Mirditës. Këto mbresa ngelen shumë në mendjen e një fëmije, se Tom Gjokhila në atë periudhë ishte një fëmijë, dhe filloi t'i mbyllte të gjitha të dhënat për lojrat dhe për veshjet e Zadrimës. Më vonë kur u rriti shkruajti në revistën Kultura Fizike dhe Sporti. Po le ti kthehemi studimeve. Shkollën fillore ai e mbaroi në Bacël të Zadrimës dhe shkollën 7 vjeçare në Blenisht të Zadrimës, 2 fshatra që janë afër njëri tjetrit dhe afër fshatit ku ka lindur Toma Kodheli. Pasi mbaroi shkollën fillore dhe 8 vjeçare në Bacël dhe Blenisht, vazhdoi studimet në shkollën e mesme pedagogjike në Shkodër dhe në qershor 1968 u diplomua mësues I ciklit të ulët. Po atë vit filloi punën në shkollën fillore të Malit të Rensit.
por të vazhduar në Dajq edhe në shumë fshatrat e tjera të Lezhës punën e tij si mësues. Shkoi si çdo shqiptar i asaj kohe dhe bëri edhe shërbimin ushtarak dhe pas shërbimit ushtarak në vitin 1975 deri në shtator të vitit 1985 vazhdoi të punoj pasi mbaroi studimet universitare në Shkodër për gjullitërsi Luiz Gurakuqi. Ai u fut në shkollën e Kalivaçit, ka dhënë mësim profilin e gjullitërsisë në ciklin e lartë të shkollës të vjeçare dhe gjuhën shqipe letërsi në shkollën e mesme bujqësore, po të Kalivaçit. Nga viti 1988, sepse profesor Tom Gjokila ka punuar vite të tëra në Zadrim dhe në rrethin e Lezhës si profesor në shkollat të vjeçare dhe të mesme. Aty nga viti 1988 për punë të mirë në procesin mësimor edukativ dekorohet me urdhrin Naim Frashëri nga presidenti asaj kohe Ramiz Alia. Nga viti 1985 deri në vitin 1999 ka punuar në Dajq të Zadrimës, ku pasi këtyre viteve në vitin 1999 shkëputet për të emigruar bashkë me gruan e tij Anën dhe fëmijët Esmeraldën dhe Enkeledën. Gjatë kohës që punoj në Dajq, ju fut punës për grumbullimin dhe sistemimin e këngëve të dasmë zadrimore, punë të cilën e vazhdoj edhe në emigrim, duke sistemuar dhe përpunuar materialet brutë të grumbulluara në vite. Qëllimi i tij, siç ka shkruar edhe në parathënien e librit Kënga dhe rituali i dasmës zadrimore, ishte të evidentonte atë pjesë të kulturës popullore të zonës së Zadrimës që gjithnjë më tepër po zbehej dhe dal nga dal po zhdukej. Po cilat janë veprat që ka shkruar profesor Tom Gjokhila? Ëndër dhe shpresë, në vitin 2006 cikël me poezi. Balada e Yllit, cikël me poezi 2007. Mes dy dashurive, përmbledhje me poezi, tregime novela 2009. Gjeneza e fatit tim, Gjokhilajt, studim etnogjeneze 2014. Kënga dhe rituali i dasmës zadrimore, studio etno-folklorik 2018. Kodheli në këndvështrimin tim, studim etnografik, geografiko-historik, koncepti Zadrima, heshtja e historisë për Zadrimen, Zadrima monumenti i traditave dhe kulturës, kujtime për të Jandrës roman me 2 vëllime, mozaik me copa jete, kujtime dhe mbresa nga jeta ime, fëmijëria ime e shumë vepra të tjera për të arritur në veprën e parë të gjithë shkrimtarëve dhe artistëve zadrimor, Zadrima letrare, në bashkëpunim me prof. F. Topallin. Më pas, profesor Tom Gjokhila vazhdoi me Zadrima 2 dhe Zadrima 3. Pra një punë që me të vërtet duhet falenderuar dhe respektuar sepse është një punë voluminoze. Përveç librave që ka botuar dhe veprave letrare, ka dhe disa libra të publikuar në internet. Si të flasim bukur shqip, shkrime problema gjuhësore, kudheli në këndvështrimin e shumë vepra të tjera të cilat i ka hedhur në internet. Por kush është Tom Gjokhila, do na flasim më mirë vetë profesori. Profesor, fillojmë dhe me pyetjet e radhës. Pyetja e parë për ju është, cilat janë disa nga kujtimet e fëmijërisë që kanë lënë gjurmë në kujtesën tuaj? Faleminderit, kjo është një pyetje shumë e bukur dhe patjetër që do të ishte nisëmtare për ta nisë këtë intervistë. Kujtimet janë shumëta, kujtimet e fëmijërisë kam fjalën. Po ato që kanë lënë mbresa më shumë në jetën time, ju i cituat edhe aty në biografinë time që përmendet, janë natët e dimnit, rreth Poçakut,
në një odë të madhe, sepse unë kam lind në një familje, ku më lindin njerëzit, të vetë familjes po dhe burrat në fshati. Dhe aty pastaj fillon të kuvendi, fillon të kënga gjyshim me Çifteli, këndon të këngë, nga më të ndryshme të këngë epike, që tregojnë heroizmat e popullit tonë, do të thënë duke filluar që nga 7 Shaljanit, Bec Batanit, Halilit Vogël, Halil Gashit, Nok Zhubs dhe shumë herojnë të tjerë të zonës sonë, diçka që ne na frymëzonin pa diskutim, po ai përveç se këndonte aq bukur me Çifteli, kur marronte çdo këngë e ulte Çiftelin në prem dhe fillonte na tregonte ngjarjen se si kishin ndodhur. Dhe kështu filluam ne si të mësonim mirë këto gjëra. Do themi diçka, ishte kohë e vështirë, të them drejtën, sepse mungonin dritat. Mungonte çdo gjë, si më thënë, dhe ishte më shumë një kohë varfërie, por ama kënga, lojrat popullore nuk pushonin kurrë në shtëpinë tonë, me fjalë. Për këtë, dhe ishte diçka shumë e bukur, sepse ato na dhanë edukimin e parë. Por, përveç këtyre, do them edhe këtë se vështirësitë e jetës ishin të mëdha, se unë linda vërtet në një familje të madhe, familje që dikur kishte pas pasuri, po e kishin shpronësuar. Rezimi e shpronësoi, reforma agrare gjithashtu. Po që gjithashtu. Po punë vetë si gjithkund kudo tjetër. Po gjithsesi, si të mos ekzistonte kjo, filluan edhe ato siç e quajmë ne mos në vitet e zis. Dhe në prag të atyre unë linda, në atyre viteve. E provova dhe vujtjet, domethënë mungesën e ushqimeve, mungesën e çdo gjaje e provuam në korrizin tonë. Por gjithsesi, prendemi thamë dhe të vëllezërve të motrës time, sepse ne ishim shumë vëllezër, do të thënë lindën, unë isha i dyti fëmijë, e lindën dhe tjerë, punun me sakrifica të mëdha për të na mbajtur, për të kujdes për ne. Vitet e shkollës, ashtu se të cilësove, ishin jo fort mira, sepse kishim pak larg shkollën. Nga kolla e linë në Basel, për një Vosraçi ishte 7 vjeç deri në 10 vjeç, normalisht që ishte një rrugë jo për shumë të vegjël, një rrugë pak. Nuk është larg, po një rrugë e bezdishme pak për shumë të vegjël. Bezdishme, aq më tepër kur na takonte shumë herë ndoshta dhe marrë dhe në orë, si më thon, gati duke u erë. Të na ndalin nga herë mas mësimit, jo s'ke bë detyrat, jo s'ke mësu mirë këtu, ande e këtej gjithsesi. Dhe një kodër ke pas me kalu Tom Gjokila më shumë Basel. Po do të thënë një kodër ose dy kodra, po. Për një fëmijë janë shumë. Po ke kalu dhe kodrën e vogël pastaj tjetrën. Proshmet aty qafën e Basit, si ishte përmes pyllës, ishte diçka e frikshme, me thënë drejten. Po gjithsesi, kaluan ato vite dhe kaluam në Blinisht. Në Blinisht ishte prap diçka më ndryshe, edhe pse nuk e kishim më afër, bile përkundërsi e kishim pak më larg se sa Baslin, sepse kolleli e Basli ishin ishe më i rritur, më të them. Unë gjithmonë i kam syt gati si dy lajzit një fshati. Kështu i kam konsideru më përpara, në ata se më përpara dhe tash, sepse janë fshat afër njëri tjetrit. Një kodrin ndanë mes aty edhe asgjë tjetër. I kanë pas bashkë, dhe jo kishin e jo shkollën bashke. Bile dhe deri Varrezët, Varret, me fjalë, janë një pjesë, kanë qenë kollel. Nuk e di, jo e dini as e dini, po kanë qenë një pjesë. E pjesa tjetër në nënshat në fang, derisa shoku im bashkë moshatari im, Fran Palushi, kur ishte kryetari i Këshillit, se edhe i sollin në Basel aty dhe bani një punë të mrekullueshme, duhet ta themi këto që duhet lavdruar apo. Patjetër, kushdo që i bën diçka të bukur për vendin e tij duhet respektuar dhe përmendur. Gjatë viteve të shkollës kam shumë kujtime, kam kujtime të bukura,
por edhe të vështira, më thënë drejtën tjera, si mund të themi, në një farë mënyrë, sepse mungesa e mjeteve të punë, se dhe më thënë mjeteve mësimore, gjitha këto përbanin vështirësi për ne, po gjithsesi edhe mes atyre vështirësive ne i përballonim edhe mësonim me diskutim, pa diskutim që ishe më mirë. Por ajo çfarë më ka lënë përshtypje që ndikoi mëse edhe në jetën time të mëvonshme, në punën time si mësues, ishte përkushtimi i mësuesve që vinin nga Shkodra, që më mend shumë herë, dilte drini, përmyste fushat, dhe ata nuk e linin asnjëherë mësimin pa bën, nuk vinin nga Gjadri, se anë e kishin rrugën, vinin deri në Gjadër me makina, dhe prej Gjadrit dhe deri në Blinisht përmes ujit, shumë herë deri në Brez duke kaluar nëpër rrugë, po nganjëherë edhe me lundra i merrin fshatarët e i sillnin atje, fshatarët e Blinishtit i sillnin te shkolla dhe nuk mungonin. Bënin një punë shumë përkushtuar dhe të them sinqerisht ajo më ka lënë mbresa jashtëzakonshme në jetën time, se domethënë një punë të përkushtuar si ata duhet vlerësuar dhe duhet ta kesh parasysh edhe në jetën tënde. Po, patjetër. Më pas ke ndjekur shkollën pedagogjike? Pasi mbaroi sekretaren? Po, mandej shkova në shkollën pedagogjike, atje kam vazhdu për 4 vjet në konviktin Spahiu, dhe shkollën Shenë Luka, e kam marru bashkë me shokën tim të gjitha viteve, mund të them, me Frank Palushin, nga Basli, ti e njeh, besoj mirë. Njeh, patjetër. Nga do të thënë 11 vitet e jetës tonë të shkollore, i kemi bërë bashkë me ta. Kemi kaluar jashtëzakonisht mirë edhe atje. Kemi pas mësues jashtëzakonisht të mirë edhe në shkollë pedagogjike. Jo, por në dhënë edhe një shkollë të nxjerrë i përgatitur. Kjo është e vërtetë, sepse kam bërë pedagogjikën të mesme dhe e di pak a shumë se si funksionon shkolla pedagogjike. Si funksionon, tash nuk e di. Atëherë ka funksionuar shumë mirë, domethënë tash si thu veti nuk e di. Normal, është diçka tjetër, është që se njohim tash. Po, pikërisht për pyetjen e dytë, me aq sa informacion që mund të kesh, ju keni punuar si mësues, profesor në shumë shkolla të rrethit të Lezhës. Po. Cili është mendimi juaj për arsimin dje dhe sot? Aq sa ke informacion për Shqipërinë sot, se na mungon i çik, però. Po, ne jemi Më falë se merr fjalë italisht. Mund të flasim për deri, domethënë 90-99 për periudhën. Diku. Ndërsa për periudhën përpara, mund të them, ka dallime qëndësishme. Është e padiskutueshme se ne kemi jetuar të dy këto epokat, po do të them në atë epokë kishte përparësitë e veta, sepse mësimi bëj mësim. Ta them me sinqeritet, unë nuk jam nostalgjik i një asaj periudhe, përkundrazi. Por ama mësimi bëj mësim. Ishte disiplinë ushtarake, po thush, në shkollë. Po problemi ishte këtu se kishte formalitet shumë. Duhej që me çdo kusht, në çdo rast, të futa e filli kush i partisë, si thoshin, vija kush e marksiste leniniste në mësim, domethënë vija marksiste leniniste që do ta përshkronte procesin mësimor. Nëse do thoshe ishte mësuesi fillorës dhe do të mësojshe nxënësit e klasës parë 2 dhe 2 bëjnë 4, pa diskutim që duhet të gjeje edhe një mënyrë tjetër të thoje se që janë këta dy, janë 2 kokra vezë që i bëni një pule, bje fjallat që kështë qesharake, një pul e kooperativës bujësore dhe një patë dhe sa kokra vezë bëjnë të, pra duhet me shtu një budallek tjetër aty për... Jo mësim për mensh, po me fakte. Me fakte, pra po do të përmendshë kooperativën bujësore ose një ndërmarrje shtetërore ose diçka tjetër, do më thënë që socializmi po bën mrekulli atje me çdo kusht. Ose për çdo rast, unë mund të them edhe diçka tjetër.
Ne I festonim bashkt, kudo që ishim. Festonim Krishtlindjet, edhe pse isha mësues. I festoja atje në Kalivaç ku isha. Por ama, unë isha I detyruar që të flisja kundër fesë në mësim, në procesin mësimor. Vetë, pra, punojshim me dy standarde, në shtëpi isha ndryshe, në shkollë duhej ta mohonim, të flisim kundër. Kjo ishte e keqja, kjo ishte meta e kryesore. Ndërsa I takon arsimit pas viteve 90, mund them se kishte mangësitë e veta. Nuk u çliru nga ky problemi I partishmërisë ose këto problemet ideologjike, shkolla u çliru, ishte diçka e mirë kjo, por fillimisht kishte probleme se mungonin tekstet shkollore. Unë maj mend që kur jepja letërsi në shkollën e mesme, ndoj që të punoja me orë të tana, të baja të përgatisja leksionet për nxënësit, dhe të nesërmen, t'ju lexoja si në universitet, t'jepja leksione, e ato t'i marrin në shënim se s'kishin rrugë tjetër për të zgjidhur. Mungonin tekstet në atë kohë. Ishte edhe kjo që mungonin se jo po reformoheshin, jo nuk ishin reformuar akoma një anë tjetër dhe mungonin përgjithsisht. Ndërsa nga ana tjetër prap mund them që u liberalizoi një çik edhe shkolla sepse nuk ishte maja kërkesa e vazhdueshme që nxënësit ishin në orën e mësimit si në çdo kohë tjetër. Domethënë, ajo kërkesa ishte, por nuk e zbatonin. Nuk zbatoi. Pra në të vite filloi një çik rënja nivelit. Ra niveli mësimdhënies. Shpresojmë që tani mund ta ketë marrë veten. Besoj se po. Shpresoj tjetë. Po, besoj e shpresoj edhe unë. Mirë po, si në atë përjull unë, nga ana ime, jam përpjek që të punoj në çfarë do kushtesh që ishin, edhe me nxënës pak, ta bëj orën e mësimit, tamam orën mësimi. Kemi pas mungesa dyrshe dritarësh. Gjatë dimrit, s'kishim dritare, s'kishim ngrohje për një pjesë, për një periudhë të madhe të kohës, se kam fjalën, jo vazhdimisht, se fillun të rregulloheshin këto punë, po. Për një periudhë kohe, mungonin dritaret, dyert e thyme, klasat ishin në kushte skandalose, por në ato kushte duhej që të bënin mësim. S'kishin nga të marrin. Normalisht që tash besoj, nuk mund them me eksaktësi, po besoj se është më mirë sepse teknologjia është fut në procesin e mësimit. Kam dëgjuar se ka edhe salla me kompjutra, me gjitha që mundën me I ba, me rregullu gjitha këto, nuk e di. Ka shkolla me shumë nivele edhe në Shqipëri tash e vitet e fundit. Dhe shpresojmë që të jetë ashtu, sepse them drejtën, nuk isha shumë I kënaqur në ato vite që isha nga 90 deri në 99. Jo, realiteti ka ndryshuar. Por varet se sa fëmijë kanë tani, se shumica e shqiptarëve kanë hikë jashtë vendit. Po, edhe janë problemet janë gjithë. Shumë shkolla janë drejt mbylljes, e di. Edhe kjo ekziston. Shumë shkollat fshatrash janë drejt mbylljes sepse s'ka nxënës. Ndaj ne kishim me 2 klasa paralele shkollën e mesme. Sot nuk e di janë bë klasa kolektive shkolla mesme, më kanë thënë. Kështu që çfarë them unë më tepër për këtë? Ja. Atëherë le të themi tek veprat tuaja, profesor. Po. Ju keni shkruar shumë vepra letrare për Zadrimen. Cilat nga veprat I keni më për zemër, apo gjithë I keni si fëmijët edhe nuk I ndoni dot? Po e mirë ti këtë. Asnjë nën nuk thotë se kjo është fëmia më I miri, ose këtë kam më për zemër dhe këtë më pak. Faktikisht të gjithave u jam mundu mi u kushtu vëmendjen time, por mund flas, domethënë për motivet që më kanë shtyr për një ose për një tjetër. Do të ishte më mirë kjo motive. Po, patjetër. Po them këtë. Për librin
kënga dhe rituali i dasmës zadrimore, bje fjala. Na u shtyva. Duke pa se po i baj një atentat këngës popullore zadrimore, këngës së dasmës. Përgjithësi edhe dasmës vetë, traditës së dasmës, sepse nuk mund them që tradita ishte kjo që është sot, ose ishte ajo viteve 70-80, sepse ma përpara ishte ndryshe. Duke parë se kënga po se vënsoj, do të thonë këngët e që i knonin nusës gratë, vajzat apo edhe burrat, sepse kishin edhe burrat që merrin pjesë në këngë. Po se vënsoheshin me orkestrat. Pajtoheshin orkestrat, delin knonin e tij dhe kaq baj muzika aty në darsën, ndërsa kënga popullore, kënga e dasmës, filloi të zbehej edhe të harrohej. Duke menduar se po harroi kjo, unë kam punu për 15 vjet rresht për grumbullimin e teksteve të këngëve të dasmës. 15 vjet rresht tham që kam punu për grumbullim nga shtatori i vitit 1985 deri në 1999, i takon rreth 15 vjet, shtatori 1999, dhe i kam mbledh në dosar të ndryshëm ata. Prandaj thamun që është një vepër që më ka kushtuar shumë kohë dhe e kam shumë për zemër. Por ama mund them prap, Zadrima monumenti i traditave dhe i kulturës. Është diçka që jam mundu me pasqyru gjitha traditat e popullit tonë, të Zadrimës, kam fjalën. Do të thënë traditat më të mira, po jo vetëm traditat e vjetra, po edhe ato të reja që kanë lind. Zadrima letrare. Zadrima një e parë, do thëmë, vllimi i parë, që mund të themi se secili sumne se ishte njëshës, se nuk mendum se do të kishim edhe një dysh edhe një tresh. Zadrima letrare, vllimi i parë, po edhe vllimi i dytë, vllimi i tretë, që janë përmbledhje e një pjesë të madhe të krijuesve zadrimor, sepse unë nuk mund të them që i kemi shtërru gjithë. Besoj mund të jenë edhe shumë të tjerë që nuk janë përfshirë atje. Edhe disa të tjerë, se unë jam mundu që të zhurmoj ku kam arriti të kap ato poeta, shkrimtare, qote që ishin krijuesit, jam mundu të zhurmoj, kam kërku edhe ndihmën e tjerëve, i kam përmbledh, i kam përfshi aty. Po mund të ketë edhe tjerë. Nuk diskutoj. Kam fatin që i kam lexuar edhe është një punë e përkryer. Pastaj dalin të ri ka të pasqyrojmë veprimtarinë dhe krijimtarinë e secilit. Janë autoritetet ndryshme dhe kjo është edhe diçka e bukur sepse jo një i ngjason një tjetrit. Shumë mund të them për këta. Përveç shkrimeve, të shumë vepra letrare që i kushtohen Zadrimës, pra një zadrimor që punon për Zadrimën, vendin e tij. Kohët e fundit keni krijuar grupin e punës për ruajtjen e trashëgimisë popullore zadrimore, kryesisht për veshjen zadrimore. Na njihni pak objektivat dhe idetë e grupit. Po. Spari, para se sa me folë për këta, do të them këtë që kjo i atribuohet të palodhshmes doktoresh Nusha Zhubës, krijimi i grupit tjera. Përshëndetje Nushën. Përshëndetje me këtë rast, është një punë, do të thonë një punë shumë e përkushtuar nga ana e saj, por edhe e grupit. Edhe grupi ka punuar në mënyrë të ndërgjegjshme dhe me intensivitet të plotë. Dhe me kënaqësi mund të them se po ndjekim, do të thonë nga larg sot, arritjet që po bëhen atje tash për këtë. Sot ishin në mos gaboj, sot ka qenë emisioni në ABC News, që ishin një grup Zem Vokri bashkë me Liza Brongën edhe Leonora Kodrën, që ishin atje në emision, edhe folën për këtë, dhe më thënë, për këtë emision mi fjallë që është normal nga grupi, në emër të grupit,
dhe për Do ta ndjek edhe atë, sa të kemi mundësi. UNESCO-s. Faktikisht, unë të them, mund të them këtë jo për mburrje, po diçka mund të tregoj se unë e kisha ide vetjake këtë. Dhe për këtë punë që një janar kisha shkruar dhe kisha publiku edhe në internet. Në internet kryesisht, po një shkrim prej 58 faqesh, kostumi popullor zadrimor, që bënte fjalë kryesisht për kostumin e nusës dhe ishte i shkruar apostafat për të lobuar për dikun në UNESCO. Po unë nuk dija, domethënë në një rrugë të veçantë time se nga mund të ashtu, se nga mund të zirja për ta Lëvizjet e duara për të arritur atje. Po, por jam munduar të loboj me tjerë, duke ftuar kryetarin e bashkisë Lezhës, një dashamirës, Pierre Imreu, dashamirës i artit e kulturës, sidomos i artit e kulturës zadrimore, sepse ai ka qenë në promovimin e një improvizimin e një dasme në map, dasme zadrimore që u bën në map. Po kështu një kushritimin që është edhe biznesmen dhe që merret me kulturën dhe e kishte shumë për zemër, presnoj që e rasin ta përshnes në ekrani, presidentin e Hyllit Dritës, një njeri shumë të kudo gjendur, një dashamirës i artit dhe i kulturës dhe i letërsisë, që pothuajse në çdo event kulturor e ke pjesëmarrës atje, në çdo promovim libri e ke pjesëmarrës atje. Dhe kam përmendër si ta kem edhe kushrin, sepse jemi nipat e bajraktarëve të pirajve, edhe me krenari. Bajraktarët Kalmetit, po që janë me banim piraj. Dhe e bëna pjesë dhe ai u zotu se të punonte për këtë. Po kështu edhe me shokët mi që ishim kështu që janë shkrimtar, poet, u angazhuan. Por nuk vënoj shumë, jo shumë kohë, mas 2-3 muajsh kështu, në qënë ftesë dhe Nusha Zhuba për të bë pjesë e grupit Zadrima. Ishte për mu masaj një kënaqësi e veçantë, sepse thash që kjo po hynte në rrugën e duhur. Unë nuk isha një zaj vetëm, dhe një zaj pa fuqishëm për ta qumë përpara, po një grup i Partimi ban fuqinë diskutohet. Për 70 vetësh më shumë se kaq, pa diskutim që do ta bënte këta. Pra ishin masaj shumë zëra të njohur intelektual, si Hil Gjoka, Fran Palushi, që besoj njeh edhe ti, Leonor Odra, Narek Nikaj, një njeri i shkëlqyer dhe përveç tjerëve edhe artist, mi gjitha, rapsod, një njeri që është marrë shumë me kulturën e Zadrimës, në festivale folklorike, po kështu edhe Alfred Haxhari, Ferdinand Jaku, dhe shumë të tjerë që nuk po mundëm mi përmend gjithë sepse janë shumë ata. Na del as koha, po të themi që t'i bëjmë gjithë në radhë, sepse duhet emisioni veçantë. Po, duhen shumë ato, po gjithsesi objektive është që të punojmë sa më shumë që kostumin e bukur të Zadrimës, të nusës, të përgjithshme, ta çojmë në UNESCO si pronë mbrojtën. Edhe unë uroj me gjithë shpirt që kjo të ndodhi sa më shpejt. Po, unë do të kisha dëshirë që ti ishte edhe kostumi i nusës mirditore, sepse edhe ai shumë i bukur. Po, pa diskutim. Po, mirditore do punojnë vetë ato. Po, atjetër do ja arrijnë. Do të punojnë vetë. Ata inshallah e bëjmë në kamën e marrë dhe e bëjnë edhe ata inshallah na aprovohet ne, sepse ju lutem regjia për të bërë ca pushime për të rikthyer përsëri këtu. Na fusni një këngë dhe një poezi për Zadrimën që vetë profesori e ka shkruar dhe ka interpretuar, nëse është e mundur. Regjia?
zadrima ime, e këputun si një lypsare mjerë, e në shëdikur zadrima ime, e krusën që ndroje ti në peshin e ranë të ditve, plot hale, plot mjerime, kur mbi ty sullon dërsina, kur lot e skamje, të kultivoshin në rara e nërbashtina. Toka jote e but e rimun me lot, e mbrujtun me breng, tok e begat vlerë është të lame me zjak, të shkrujtuna me pen, nga zjiri saj lëshon të afshë dhimjeje, afshë dëshprimi, dhe fare pak këng, o sa pak gazë dhe këng, se kënga që një veçlinje pa linun vdiste nga puste ma vjosëna, nër ftyrat të trishta, të hijeve të reckosuna. Dhe hije të reckosuna me ftyrat të përshituna, rrugët e botës mushnin me gjymtyr të mpita, me zemra të zhurituna. Shekujt mbi trupin tanë, pareshtun derdhin rëkete viteve. Vitet mbi gjoksin tanë, furishëm breshronin prejt e diteve. Ditët në lumë mashtrime shkarkonin lumejnë brengësh në detin e andrave, në oqanin e shpresave ngarku me rej lotësh. Valet e drinit, val zije, val zemrimi, mbi ty derdhin në mej gërsije me tërbim, val lotësh, val gjaku, val brengësh pamarim. Në ullkryset e konave, titane e paepun e bal lartë qëndrove, në bal luft në shpes, burnie të rëmi, pareshtun tregove. Armiku shpinën kur si atheve, po si luanesh për bali qëndrove. Edhe në varfni e në skamje, bujarisht sofren, utarit e miku t'ja shtrove. Se ti ishe një zonjë ram, me tradita e zakone, plot hire e madhështi. Nga vet dore zotit bekimin hynore more, dhe e pastër kristal, gjithmonë qëndrove. Në gjdo pik të gjakut tim, lumi lotëve të tu rjell me fori. Në gjdo qelis të trupit tim, gjdo pëlla me tokës tane, ashtë skalitun me madhështi. Unë, një të sop plis i shkullun nga gjokës yt, një plis i gjallë, gjithë bujtjet, gjithë brengët e tua në zemër i kam marë. Në shpirtin tim të prisht, e kalumja jote, si mal më rëndon. Në dritën e syve të mija ardhmja jote shpresën më ngjall, besimin më shton. Në damaret e trupit tim, gjak nga gjaku yti pastër kristal, gurgullon. Guarda. Ja ku kësërin përsëri në studio, me poezinë e Tom Gjokilës, besoj që jeni knashtë. Por, me që ju kësërin poezisë, mund t'ju pyes ku trokiti poezia të kju? Dhe a ju shoqëron muza dhe sot? Thëmë drejten, çfarë mund them kur trokiti? Poezia trokiti qysh në klasën e parë të kun. Do thoshti si. Në semestrin e parë të klasës parë, kishim një mësues nga Shkodra, një Lebi Halili, Lebi Hoxha. Ai na motivonte, edhe më kishte thonë që të përgatisja një poezi, ai ishte poezia përgatitur, e shkruaj nga të tjerë qërëm, po një poezi për klasën e parë, edhe do ta recitoja në mramjen e vitit të ri. Të mbledhun, ishin mbledh gjithë prindënësarësve në një klasë natën, me kandil kundra erës, se s'kishte drita normal atje. Edhe unë recitova poezinë e parë aty. Dhe më thënë, aty filloj, si më thënë, një ndjenje vogël për poezinë, për ta recitu. Jo për të kriju, sepse unë për kriju nuk isha mësu shkronjat hala deri atyre. Por amo, po thush se me poezinë unë isha i njohun që i vogël, kur i matë më lexonte veprat e Zershfishës. A i kishte librat e Zershfishës, ishin të nalume,
Po, ka ndalume, po ka pas Adremosh që i ka rujtur në fundin e arkës. Ai kishte rujt, si thotë vetë në fundin e arkës, i kishte rujt, edhe mi lexonte, domethënë shumë herë kur kishte kohë të lirë, edhe ngjallnin, si më thon, një farë një etike, estetike në shpirtin tim për këta, domethënë në atë formë. Po faktikisht i madhi ishte edhe, tash mund të flas diçka edhe për ta. Ishte edhe një farë mënyrë edhe një BDG, bile në kohën e kooperativave ai filloi të krijonte bejte që vendin loj ato antarët e kryesisë që ishin ato të kooperativës për gabime ose probleme që krijonti që nuk i pëlqejnë, edhe për këtë arsye ata e denun. Nga Kolleli e qunë në një fshat, domethënë përtej Dajçit, 2 orë larg në Dragush, me punu në Dragush atje. Punoj tanë kohën e tij derisa dolin pension atje në kodrat e Dragush, edhe nuk e binin vetëm për këtë punë, se e kishin denu atë dhe një 2 fshatar tjerë nga Kolleli që krijonin bejte. Bejte, po, kanë qenë shumë përhapur. Po. Por në të përgjithshme, edhe në shkollë të mesme, se s'po thamë në 8 vjeçare, në 8 vjeçare unë kisha qef ma shumë me recitu, po jo me kriju poezi. Në shkollën e mesme kam provu të krijoj poezi, por nga që nuk më pëlqenin, nuk mendojsha se janë të bukura, nuk i kam rujt, i kam hell, më thënë i kam shi. Por që ka kriju, që ka lind tamam ajo dëshira për poezin, ka qenë masi kam marru shkollën e mesme dhe kam qenë mësues në Dajç. Aty, dhe më thonë, në merrin në për grupet artistike, kupton, mësuesit ishin ata që dëshkonin sparit në për grupet artistike, mas punës, mas mësimit, dhe mu më jepnin, përveç skeqeve që mund të luja, më jepnin edhe me recitu. Fillimisht kam recitu poezi të një Beti Muqës në skena, një poem, mund të them, dhe nga ana tjetër, duke mendu thash, pse të mos recitoj poezitë e mia? Dhe nga kjo kam kriju poezinë Sadrima ime, atë që Sapolla. Kuptohet, ma vonë kur ashtu kam krasit diçka dhe kam reformu në një farë mënyrë, kur që kam botu të tek libri Ëndër dhe Shpresë, dhe më pas kam kriju një poem tjetër, Shqiponjat zemër hekur, një poem që më ka humbë fatkeqësisht. Por unë këtë e kam kriju dhe e kam recitu në grupet artistike të Dajçit, në Lezhë, kur shkova ushtar e kam recitu dhe kur kam qenë në aktivitetet artistike që bënte brigata ku isha ushtarën atje, e pa da nisë për botim, sepse mendojsha që është e bukur, kuptot, me vështirësi, por në atë kohë që e nisë për botim, në atë kohë mu morën ushtar dhe nuk munda me marrë një përgjigje, një komunikim me ato. Kishin qu letrën në shtëpi. Dhe në letër ma kishin dërgu me këtë motivacion, me këtë koment që poezia jote është shumë e gjatë. Dhe vërtet ishte e gjatë. Me 150 vargje, 160 vargje kështu, vargje thyrë. Është shumë e gjatë dhe ne nuk e kemi përmatën për ta butur në këtë format. Ishte Gazeta Zëri i Rinis me Emine Gurin kryeredaktore. Por ata mund ta botonin me shkurtime, po më sen se nuk është e drejta jonë, po është e juja që ta konfirmoni për shkurtime, ne nuk mund ta botojmë. Në fort i kthenin krijimet për një fjalë ktheheshin krijimet. Në atë formë. Për këtë gjë nuk e kishin botuar atë, domethënë këtë poezi, por unë nuk e dija këto, se ma kishin qu letrën në shtëpi dhe unë ushtarë nuk dija atë. Kur ka marrë në prej ushtrisë ishin 2 vjet,
që kishin kalu për atë punë dhe ishte krejt e kohë. Se kam zgjatë as tekstin, ma më humi teksti edhe i komedia, ja pa u përfshirë. Poezi pa fat, mund të themi e pa fat. Po, leti themi ashtu. Megjithatë, vepra jote flet vetë tani. Zadrima ime e pata rujtë dhe e kisha trujtën atë, ishte fat për mu që nuk e huma. Normalisht që është reformuar, është krasit nga disa probleme, disa gjane që ishin ma tepër partijake të asaj kohë, por normalisht të është u përmlodh atje. Edhe mrapa, pastaj gjatë kohës tjetër kam kriju, mas ushtrisë kam kriju poezi të ndryshme, të cilat i kam grumullu në një album, i kam botu në për gazetat të ndryshme. Koha e migracionit bëni që të shpërthej ma shumë, sepse ishte malli para dhe unë, që na shkaktoj ma shumë probleme, dhe aty mësaj ishte me vëllimin e dytë, që u përmlodh një fjalë balada yllit, plus mësaj edhe poezi tjerë, që ishin motive tjera shësërore, po përveç se motivet e emigracionit. Këta ishin. Sot, unë nuk mund të them për shembull se kam hes dorë nga poezia, kam krijuar herë pas here, por duke menduar se nuk e kam, si më thonë, kohën për ta trajtuar, për të bërë një vëllim poetik, veç e kam lënë këtë punë, jam marrë më shumë me studime, me shkrime tjera të natyrës tjetër, dhe më thonë me shkrimet etnografike, sepse mendoj se këto janë ma me shumë rëndësi, thamon që të komunikoj me publikun, komunikoj me njerëzit, të evidentoj vlerat e zotërimësore, sepse zotërim është një ocean i pafund vlerash, që duhen zhërmu, duhen... Jemi me fat që të kemi profesor, sepse dikush do ta bënte me të vërtetë them. Të lehet gjithë kultura, tradita të shkruara është diçka madhështore. Janë edhe tjerë që punojnë si puna ime, nuk jam vetëm unë. Sot jemi këtu me ty sot. E di, dakord, shumë dakord, është e vërtetë. Atëherë, shkruani shpesh për autorët e tjerë, dhe keni shkruar si të edhe vetë dhe i përmende veprat Zadrima 1, 2, 3, e janë përfshirë të gjithë autorët e tjerë. Po. Idenë se si ju ka lindur e kemi paka shumë të qartë, por për krahjen, a keni pasur për krahje, për botimin e këtyre veprave? Okej, do të them diçka këtu, do të ashtoj. Ideja nuk ishte e imja për të kriju Zadrima letrare. Merita ishte e profesor doktor Tefto, profesor e Emiratus. Sapo kisha publiku në internet librin Kënga dhe rituali i dasme zadrimore, që për hir të vërtetës mund të them se atë e kam botu dhe ribotu. Botimi i parë ishte me sponsorizimin e Preçnojt, të cilin Zejrosin ta falënderoj edhe një herë publikisht këtu, dhe t'i shpreh mirënjohjen time. Dhe rasti i dytë, mos thënë botimi i dytë ishte erdhi si pasojë e gabimeve që u bën nga shtypshkronja për këngën dhe ritualin e dasmës zadrimore. Çfarë gabimesh janë? Unë kisha dërgu me USB personalisht drejt për drejt tek shtypshkronja materialin. E kisha në dy formate, në Word edhe në PDF. Edhe i thamon atij shtypshkronjës atij të kompjuterit që i punohet, s'po tham emrin se njeh edhe ti besoj, djalë shumë i djalë shumë i mirë, punon shumë mirë, po s'po merremi me emra. Nga këto, i tham, unë do e ketë dy variante, cilin don, unë tha du, po marrë këta në Word. Mirë po, problemi në Word ishte problem shumë delikat, sepse shumë foto që ishin brenda në libër, ndryshohen, dalin pa ngjyra. Të dilnin në ashtu humnin. Dhe kjo është libri i parë që ka sponsorizu Preçnoj, presidenti i Hyllit të Dritës. Nuk
Në fund të librit, që kisha bëj ilustrime, po të shikosh me vëmendje, shikoj shkrimet, janë gjithë këto ku tregojnë për fotografi që janë disa fotografi këto. Po dhe kjo ishte edhe një nga pyetjet e mia, janë Po si, ja. para me pamje, me fotografi, veshjet. Po pra, janë domethënë disa domethënë fotografi që kanë humbë dhe nuk janë aty. Ndërsa u detyrova kur e pash atë mi fjalë që mas disa kohësh kur e pash që kishte dalë në këtë formë, unë jeva sinqerisht, unë jeva i tërpnum me lezusin, sepse aty në mes të librit, për shembull, kishte fotografinë e humbur, kishte digiturën aty dhe digitura duke sikur ishte kapitull, po ishte thjesht këtu shihni këtë ose shihni atë dhe shifej asgjë. Kjo më duke se ishte një mangësi, e u detyrova maslej dhe bana një ripotim tjetër, kënga dhe rituali i dasmës zotrimore, me gjitha fotografitë dhe pa asnjë mungesë, këtu maslej po t'i shikosh gjitha edhe gjatë librit, po edhe këtu s'ka më mungesa. Me një fjalë, vëllimi i dytë është i përkryer dhe na këshillon që të marrim këtë vëllim. Është botimi i dytë. Botimi i dytë, po. Njëjti libër, por botimi i dytë dhe me këtë. Ky ka rreth bie fjala 230 faqe, ky libër, ndërsa libri i parë, që është njëjta gjë, ka 185 faqe. Llogaritet është sa faqe mungojnë atje vetëm prej fotografive që nuk janë fut aty. Dhe ishte diçka e pa imagjinueshme. Ajo që thuti për shembull për ilustrimin me foto, ishte normale se nuk shkonte libri pa ilustrim, sidomos ky libër, edhe libra të tjerë, pa fotot. Dhe unë kam zhurmuar fotot, jam ndihmuar shumë nga Allah shprehni, që ishte rastin ta përshëndes dhe prej këto të shim nëpërmjet kësaj interviste, edhe t'i uroj gjithë të mirat, ta falënderoj gjithashtu, se në mënyrë të pakursyr më kanë ndihmuar jo vetëm me fotot, po edhe me ide, me mendime, me të gjitha gjërat, ka përkrah në çdo drejtim. Po kështu edhe kam marrë foto nga Nac Shaben, nga Nac Simoni dhe fotot vetë, kam bërë fotot mia nëpërmjet duke i shiku drejt për drejt ose diçka që janë parasit, janë foto aty. Do të ishte e pafalshme nëse do shkonte ky libër pa fotografi, se do të ishte njësoj që po bëj një krahasim, ndoshta duket banal, po sikur çonim një deputet në parlament me veshje plazhi, me kostum plazhi. A shkohet kjo? Nuk shkon. Kështu që duhet të jetë veshja e duhur. Kështu që fotot janë ato që e shoqërojnë dhe ndihmojnë, edhe është kostumi i librit. Sidomos kur flitet për folklorin, për kostumet, kjo është e domosdoshme. Po. Të the, më fal, bënë pyetje për zadrima letrare. Thash, nuk e marrova kund, ishte ideja Teftopallit, pasi unë njot me krijimtarinë time, filluam korrespondencët bashkë, sepse nuk ishim lidhe më përpara, nuk isha së rrjet Facebooku deri në atë kohë, po kur lidha Facebook e kur lidha këta, që duhet të falënderoj shumë njerëz të ndryshëm që më kanë ndihmuar për të depërtuar edhe në internet, për të botuar në internet këto. Ata na premton koha se dal nga dal, po mbaron. Okej. Po mbaroj minuta, dal nga dal. Okej. Dhe po them pak minuta. Teftopalli tërhoqi për këtë, ma propozoi për këtë libër, edhe unë i thash dakord, po unë jam larg. S'ka problem për ata që njohim dhe çfarë dim dhe bëm zadrima letrare vëllimin e parë. Mirë, po duke qenë se masi u botu vëllimi i parë, pash që kishin plot tjerë, ishin shumë tjerë që ishin pena spikatura, bile dhe më spikatura se sa një pjesë që kishim përfshirë zadrima letrare vëllimi i parë, pash pse të mos bëjmë edhe një zadrim letrar
e mendova plus. Edhe i thash, profesor Tevës të vazhdojmë. Po profesor Teva ishte në atë kohë i zonë me librin Sapa, për në fshatin, dhe kështë që u tërhoq. Më dha një 2-3 autor, një autor, bile, jak hilen, tha në qofë se ka mundësi, tha përfshi atë, dakord. Kam vazhdu këta, kur marova zotrima letrare 2-shin, që e di edhe i e përfshirë dhe ti, në qëta ato që ke pas në atë kohë. Tjeme përfshirë, Është jashtë bari botim 2 përsëri me autor tjerë 3, në më thënë, ka 3 autor 3 aty dhe shtesat që janë bërë për shumë për librat që kanë botu mas kësaj. Mas i marova zotrima letrare 2-shin, pash se kishte prap pena të tjera që nuk ishin përfshirë atje dhe i futa 3-shin. I botova 2-shin edhe 3-shin këtu, por duke qenë se mrapa kishte edhe autor tjerë që nuk ishin përfshi, po jo shumë, atëherë i bëna shtesë të këto 2 dhe i bëna ribotim. Profesor, mesazhi juaj për autorët, të ri apo të moshuar? Mesazhi. Një mesazh. Është që asnjëherë mos u duket se është vonë për të krijuar, mos të duket lodhje askujt, por të punojnë, të mos e mendojnë se unë po e shkruaj këtë libër, por nuk e lexon kush, nuk do botohet, sepse këto janë gjëra që në fundit nuk i dihet kur, se kur mund të lexohet dhe kur mund të shkojë tek lexuesi libri. Ti ku përkushtohen, kuptohet, ashtu siç e ndjejnë, ashtu siç e mendojnë, sepse është gjë e bukur të merresh me letërsi dhe me art. Shumë e vërtet, mesazhi juaj është shumë i mirë, askush nuk do ta lejë muzën e tij të vdesi brenda. Absolutisht jo. Kë dëshironin këto minuta të fundit të përshëndetni? Kam frikë se minutat janë shumë të vogla për aq sa kam unë për të përshëndetur. Aq sa arrim, derisa të na. Do të përshëndes. Spari do të përshëndes familjen time që i kam rreth mejet, janë më të afërmit e mi, gruan, vajzën, djalin, nipin e mesën, që janë më të afërmit, nusën e djalit, dhe vëllezërit e mi kudo që janë në Shqipëri, në Amerikë, ku punojnë atje, janë të shumë, thash, si përshëndes kolegët e mi në gjitha vitet ku kam punu, ishtë nxënësit e mi dhe shumë të tjerë që gjithë shoqërinë e njerëzit të dashur. Gjithë kudo që janë, gjithë shqiptarët kudo që tjerë dhe që na dëgjojnë përmes këtij emisioni, përmes këtij ekrani. Kështu që me emra ndoshta do të përmendim shumë, po janë shumë. Ishte kënaqësi vërtet që të kishim sonte këtu. Bashkëbisedimi me ju ishte shumë i sinqert, shumë i këndshëm, besoj se edhe teleshikuesit të jenë argëtuar. Te kënaqësia ime, privilegj të jem me ju, të jemi gatshëm prap, po të keni të nevojshme për ndonjë problem ose ndonjë temë tjetër. Me kënaqësi sa të jemi në valët e të një dritare, televizionit, je i mirë pritur. Je uroj një dritare suksese dhe marsi. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ja ku iku një orë pa u ndjerë, miru takofshim në orët e tjera. Natën e mirë nga unë, moderatorja e televizionit Një Dritare, Albina Ceka.